Kjo platformë betoni në Nikosia është një vend i njohur, është shumë i njohur sepse shërben si një simbol i ndarjes, është më shumë këtu për të bërë fotografi. Por çfarë fotografi? Shiheni sa interesante. Në një anë ndodhet flamuri grek dhe flamuri i Kipros greke, pra këtu, ndërsa vetëm përballë tyre në anën tjetër të rrugës, mjafton të shkosh këtu, është flamuri turk dhe ai i Kipros turke. Pra janë të dy flamujt e dy vendeve të cilat në këtë moment ndahen vetëm nga kjo rrugë. Shiheni, është vetëm kjo rrugë e cila ndan, është vetëm kjo rrugë e cila ndan qytetin, është vetëm kjo rrugë që ndan qytetin më dysh. Por pse kjo pikë konsiderohet pika më simbolike, por në fakt nuk është. Është më simbolike sepse kushdo që vjen në Nikosia ka mundësinë që të bëj një video eksaktësisht përballë dy flamujve, si simbol i ndarjes së qytetit, si simbol i një muri prej 6 kilometra që ndan Nikosin dhe 180 kilometra që ndan të gjithë zonën e Kipros. Por përtej kësaj, historia më interesante që Kipro ka, dhe unë do t'ju tregoj tani duke ilustruar me foto, sepse hyrja ishte e pamundur për sy të orës vonë që arrita, është ajo e Varoshës. Varosha është një lagje e Famagustës, qytetit kryesor dhe më të rëndësishëm të Kipros, qytetit detar më të rëndësishëm të Kipros, një avamposti të venedikasve gjatë shumë viteve dhe njëkohësisht portit më të thellë dhe më të rëndësishëm të Kipros. Një prej lagjeve të Famagustës, cili është i famshëm, jo vetëm për portin, jo vetëm për kështjellën, jo vetëm për jetën, por sidomos për plazhet e tij mahnitse, pra një zonë e rëndësishme e Famagustës quhej Lagja Varosha. Por Lagja Varosha në kontrast me popullatën thuajse turke të Famagustës ishte kryesisht greke. Ki parasysh që të gjithë qytetet e Kipros në atë kohë ishin një miksim mes grekëve dhe turqëve. Shihni këtu dhe monumentin e famshëm të luftëtarit i cili qëndron dhe tregon simbolikën e atyre që e kanë mbrojtur qytetin dhe të paqëruesve. Pra kjo është pjesa e luftëtarit. Por rikthehem tek historia e Famagustës. Pse Famagusta u konsiderua një prej historive më të famshme të Kipros? Në vitin 1973-74, Famagusta dhe Varosha, pra, ishte lagja më shik e Famagustës, ku njerëzit kishin ndërtuar hotele, restorante, bare, jeta glonte dhe ishte një prej destinacioneve kryesore turistike, edhe për grekët dhe për turqit. Por në vitin 1974, ku si pasojë e zhvillimeve dhe konfuzionit politik të krijuar me një tentativë për një grup shteti nga ana greke dhe për ta bashkuar Kipron me Greqinë, Turqia, pra Republika Turke, ndërhyri ushtarakisht, duke pushtuar pjesën veriore të ishullit dhe duke i kërkuar popullatës muslimane turke që të vendosej në këtë pjesë për të mbrojtur nga pjesa greke. Dhe njëkohësisht ju kërkoi pjesës greke që të largohej nga pjesa që ishte pushtuar tashmë nga ushtria turke. Edhe pse aty këtu mbetën banorë janë shumë të rrallë, pjesa kryesore u nda me thik. Pra në njërin anë të këtij kufirit që po e shihni përballë, pra shiheni në këtë pikë të kufirit që po e shihni përballë, ku ishin dy flamujt që ju tregova, ishte dhe, si të thuash, ndarja me thik e popullatës, midis grekëve dhe turqëve. Në 1974, kur trupat komando turke mbritën në ishullin e Kipros si garant të pavarësisë Kipros bashku me grekët, dhe duke e konsideruar një shkelje të pavarësisë, pra po e them të garancisë që ishte dhënë, ata pushtuan Famagustën dhe i kërkuan të gjithë banorëve të Varoshës, 20.000 banorëve që të largoheshin. 20.000 banorë të Varoshës u larguan për 1 orë. Ata lanë gjithçka që kishin, pjatat mbi tavolinë duke ngrënë drek, makinat e parkuara aty ku ishin, shtëpitë e tyre, veshjet, morën vetëm sendet me vlerë, nëse po themi, dhe gjithçka tjetër. Qyteti ngriu në majin e vitit 1974. Të nesmen, trupat turke e rrethuan qytetin dhe Varoshën dhe konsideruan atë një zonë të mbrojtur për arsye të pronësisë, pra nuk donin ndërhynin pronësinë greke. Ki parasysh që dhe për turqit pronësia ishte e shenjtë. Dhe deri në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, ata vendosën që zona e Varoshës të ishte e rrethuar me tela me gjëmba, e mbrojtur me ushtarë dhe askush të mos hynte. Vetëm në vitet 90, një trup e BBC-s arriti të hyjë në brendësi të lagjes Varosha. Unë tani po hyn një nga
tunelet, po e quaj mesjetar më të bukur që ka kjo zonë e Nikosias, që jeni, jam në pjesën greke, pjesa turke është ajo atje lartë. Pra e shiveni edhe ku është flamuri, aty është pjesa turke. Një trup e BBC Syri dhe gjeti në mënyrë të pabesueshme që brenda shtëpive të Varoshës, që tashmë ishte krejtësisht e babanuar, u gjetën pjatat siç i kishin lënë, u gjetën të gjitha gjërat që njerëzit kishin lënë në momentin e tyre të largimit, albumet e fotografive, bari ishte rritur nëpër rrugë. Modelet e makinave ishin modele makinash të jetë të vjetra, të viteve 70, që dukeshin antike. Të gjithë baret dhe restorantet ishin siç kishin lënë atë moment. Që nga ky moment, BBC e quajti atë një ghost city, një qytet fantazëm, dhe mbeti një qytet fantazëm, deri 3 vjet më parë, kur pjesa, po e quaj turke, vendosi që ta hapi qytetin e Varoshës dhe bëj atë të vizitueshëm për turistët, duke e konsideruar një atraksion turistik të jashtëzakonshëm. Aktualisht, unë brita për ta parë, po ishte e pamundur sepse është orari i pa përshtatshëm, lejohet deri në orën 4 dhe më pas duhet të kalosh në një orar tjetër, por qyteti i Varoshës është sot një nga destinacionet më të vizituara të Kipros turke, një prej destinacioneve dhe më interesante sepse është një qytet i vdekur, i lënë brenda një dite, brenda një ore dhe asgjë nuk ka ndryshuar që atëherë. Çështja e po e quaj pronësisë së Varoshës është një çështje shumë e madhe, është një debat i jashtëzakonshëm midis turqëve dhe grekëve në Kipro. Grekët kërkojnë pronësinë e shtëpive, bizneseve dhe pjesës tjetër të tyre, ndërkohë që turqit thonë që kjo është e garantuar, por do të zgjidhet së bashku me zgjidhjen e problemit të Kipros në përgjithësi. Sot Varosha është atraksion turistik, sot Varosha nuk është më thjesht ai ghost city që ishte deri pak kohë parë, por është simboli kryesor i ndarjes Kipros dhe njëkohësisht është një nga ato vende që dëshmon se si shpeshherë absurditeti politik mund të çojë në shkatrimin e jetës të dhjetra e mijë njerëzve. Mendohet që rreth 20.000 grek u larguan nga Varosha duke humbur pronën e tyre, duke humbur stabilitetin e tyre, duke humbur jetën e tyre. Ata u detyruan të jetojnë në Kipron greke pa pasur akses të flas në biznesi, se jo mundësi për shkuar kanë në pjesën e vendit ku kanë lindur. Unë po e tregoj këtë histori duke ecur sërish në një nga rrugët më kryesore që Befas të Nikosias ndahet nga kjo pjesë këtu, që është dhe pjesa e buffer zonës dhe ku nuk lejohet më të kalosh, dikur ka qenë një zonë biznesi dhe sot është një pjesë e mbyllur. Ky është ilustrimi më i mirë i asaj se si mund të dukej sot Varosha me këto tela me gjëmba që rrethojnë një qytet të vdekur i cili është, si thua, produkt i kontradiktave dhe mosmarrëveshjeve politike të Kipros. Historia e Varoshës është një nga historitë më interesante të botës dhe një nga historitë më të mbuluara mediatikisht.